Selam aleikum, jam sprovu shumë me vjerën. Më kanë ngacmu, më kanë nëqmu edhe shumë tjera. A më lejohet distanca, apo? Aleikum selam, rahmetullah. Nuk du me të dhonë ty përgjigje, motër, në bazë të kësaj që ke përmendë. Du me dhonë një këshill vjerëve. Oj vjera, oj motra, oj nana, që po i martani djemt, e po merë një nuse në shpe. E kini fuqin, e kini pushtetin në ditët e para, kër e martani djalin. Mos e keq përdorni. Edhe nëse nusja nuk di me punu, edhe nëse nuk ju pëlqen sa duhet, edhe nëse nuk është e përgatitur qoftë psikikisht apo fizikisht për një jetë të re, ka dalë. Trajtoje si vajzën tane, ka ardhë moshën 19 vjeqare, 20, 21, apo edhe 30 nëse i ka. Ka ardhë me një shpit huj, hala nuk është mësu. Unë ku përshkej ke herë mysafir 2 orë, përri 1 orë edhe përri me tut, përri me mare, përri po ngushtohëm. Edhe ju e keni këtë problem, po besaj. Më thonë, mos po ka bëjt diqka, mos po bëjt diqka, edhe ajo. Pastaj kret njerëzit shikimin të ajo të nusja. Ajo normal që ka me bëne i gabim. Mos e prekta, mos e bana ta, ti s'po din kur gjatë, ti që të bërë në vajzën tane, që të në vetën tane kër e ka në rejnë. Pse, kër e ki mundësin e nënqma në rejnë? Pastaj kur po fuqizohet reja, pi ban fmit, pi ban 5 vjetë ose 10 vjetë martes, po fillon burri, tash me thonë, po duhet me thonë ashtu më këthuj pak ka gruja vetë. Ndoshta po fillon nusja me punu, pe ban parën e vetë. Tani, kër pja u këthen me të keq, o që ka o ban, nusja, qëre, qëfar pyetje? Qëka mi thonë tash kësaj nuse? Mi thonë, mëse respekta, mi thonë, respektaj, aja shkreta s'pamon, i ke dalë, oj vjerë, i ke dalë pi zemrës. Trajtone be si vajzën e juj, vetë që kaqë, heq ma shumë jo, si vajzën e juj. Më bërë për zatë zotit. A hini të e ditë në qëfar shekullin, në qëfar kohë jemi të jetu. Jemi të jetu në një kohë ku nuk njën bërë nusët më për juve sëtë. Adin që ta merë djalin edhe shka në ec, të lenë qyqe vetë oj nanë, oj vjerë. Gjanëve një mesatare, ti silësh me ta, kër e jashtë e rej, silësh mirë një 5 vitet e para, 10 vitet e para, pasaj edhe ajo të respektan. Une po më qështë thamë une në këtë shpi, po edhe në i ditë. Edhe në i ditë. Pasaj në plesni, vëllaj, s'pë në këqyre neve rejat, s'po banë rahmet neve kush, vëllaj edhe vetë po e lip një kapak. Prandaj, gjane një mesatarit për i zatë zotit, për i zatë zotit, për i zatë zotit.